A e dini çfarë date është sot? Është 10 prilli. Nuk kam për të harruar kur 10 prillin e vitit 1994. Në fakt mëngjesin e 11 prillit vitit 1994. Në atë kohë u njoftuam se në një post kufitare shqiptare, një njësit shqiptar prej rreth 130 rekrutësh ishte sulmuar nga një grup paramilitar grek dhe kishin ndodhur 2 vrasje. Njëri prej të vrarëve ishte 17 vjeç, quhej Arsen Gjini. I dyti ishte një nën oficer, besoj tek 30 ca vjeç dhe quhej Fatmir Shehu. Të dy ranë dëshmor në një ngjarje e cila është e paprecedent dhe është një nga agresionet e drejt për drejta të ardhura nga territori grek drejt territorit shqiptar. Madje një agresion, edhe njëherë insistoj, i ndërmarrë ndaj ushtrisë shqiptare, ndoshta i vetmi agresioni drejt për drejt në gjithë këto kohë, duke përjashtuar disa agresione serbe gjatë luftës së Kosovës në vitin 1999. Unë do t'ju lexoj sot një material të rrallë, letrën e nënës së Arsen Gjinit, 17 vjeçarit që humbi jetën në masakrën e Peshkëpisë. Po çfarë ishte masakra e Peshkëpisë? Cila ishte rrjedha e saj para se të shkoj tek historia e Arsen Gjinit? E kujtoj me detaje këtë, sepse ndoshta në datën 11 ose 12, tani nuk mund ta sjell eksaktësisht, u nisa drejt postës së Peshkëpisë. Në mëngjesin e 10 prillit, një komando greke prej 8 vetash, midis cilëve pjesa më e madhe ose ndoshta një pjesë e caktuar ishin shqiptar minoritar, sepse flisnin shqip, hyri nga kufiri grek në brendësi territorit shqiptar. Ajo mbriti në postën kufitare të Peshkëpisë, ku vrau ushtarin roje Arsen Gjini, 17 vjeç. Hyri brenda kapanonit. 130 rekrutë shqiptar ishin pa fishek, vetëm me pushkët e tyre dhe me kalashnikovët që ishin të mbyllur, sepse s'kishin fishek. Në momentin që komandoja armatosur dhe veshur me rroba ushtarake greke hyri brenda, nën oficeri Fatmir Shehu ju doli para dhe ju tha, të paktën dëshmitarët ma kanë dhënë qatë herë këtë gjë. Djemtë janë të ri, nuk kanë mbushur 18 vjeç. Të lutem kursejni. Natyrisht komandoja greke kurseu djem, po vrau Fatmir Shehu. Në atë kohë, 130 rekrutët u mbyllën në një kapanon dhe 2 nën oficerë në një zyrë tjetër. Komandoja vazhdoi të shtinte në ajër, vazhdoi të hidhte parrulla. Deklaroi që kjo gjë bëi për Borjo Epirin. La zhgaravina nëpër muret e postës kufitare të Peshkëpisë dhe përpara se të zbardhte, mori me vete 2 nën oficerët, i tëroqi deri në vijën e kufirit, ku kaloi pas një problem kufirin grek, ndërsa nën oficerët i ktheu mbrapsh. Sulmi ishte një nga ngjarjet më të paprecedente që kishte ndodhur në Shqipëri, që nga provokacionet greke të gushtit, që quhen provokacionet greke të gushtit vitit 1949 në Mos Gaboj. Ngjarja u mor përsipër nga grupi Pirro i parë, grupi paramilitar Pirro i parë që i takonte organizatës Vorjo Epirote Mavi, një organizatë që punonte për aneksimin e Vorjo Epirit në Greqisë. Historia që tronditse, Shqipëria u shokua. Mbrita atë ditë në Peshkëpi, po e patëm shumë vështirë të hynim brenda kapanonit që ishte rrethuar nga forcat ushtarake dhe nga prokuroria e Gjirokastrës apo prokuroria e përgjithshme. U rikthyem në Fier. Ende nuk e di sot se cili ishte ai fshat ku shkuam së bashku me fotoreporterin e gazetës Aleanca. Ishte një fshat i humbur ku dëgjoheshin të qarat dhe rënkimet e nënës Arsen Gjinit, që kishte humbur djalin 17 vjeçar, ku duke trishtimi i gjithë banorëve të fshatit që qëndronin të mbledhur në shesh dhe prisnin trupin e djalit tyre që ishte vrarë pas një faj, që ishte vrarë për arsye të marrëzisë së një grupi paramilitar që kërkonte të aneksonte territor shqiptar për llogari të Greqisë. Në atë kohë, Shqipëria i tensionoi mjaft raportet me Greqinë, kërkoi që Greqia të merrte përgjegjësi për sulmin ose të dorëzonte autorët. Reagimi që shumë i ashpër i Shqipërisë, por dhe Greqia reagoi po aq ashpër. Ajo filloi operacionin Fshesa dhe ktheu rreth 1500 emigrantë shqiptar. Në këtë kohë midis tyre u futën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat tentuan ta ulin pak tensionin midis dy vendeve. Dhe çfarë ndodhi? Shërbimet sekrete amerikane u informuan që i njëjti grupi Mavit, me 1-2 mungesa ose shtesa, do të bënte një sulm në pikën kufitare ose postën e kufirit në Longo të Gjirokastrës. Shërbimet sekrete amerikane njoftuan shërbimet shqiptare dhe greke dhe i vuan ata para përgjegjësisë për të marrë masa. Grekët ndërhyn me forcat speciale, ata arrestuan një grup brenda makinës së cilit sapo doli nga Janina u gjetën edhe Kalashnikov të vjedhur në masakrën e Peshkëpisë dhe armë të tjera. Midis tyre u arrestua dhe Fredi Beleri, eurodeputeti i sotëm dhe pika e sherrit, molla e sherrit
përzgjedhjet lokale të Himarës. Të gjithë personat e arrestuar morën dënime nga më të ndryshmet, nga më i vogli deri tek më i larta. Shqipërisë dhe Greqisë ju deshën dhe 2 vjet që të rikthejnë marrëdhëniet deri diku normale midis tyre. Por mes këtij normaliteti qëndronte gjaku i 2 personave, Arsen Gjinit dhe Fatmir Sheut. Ka qenë një nga ngjarjet më të rënditse, kush e ka jetuar atë kohë do ta kujtojë se çfarë trishtimi patin përgjithësinë në Shqipëri për atë që kishte ndodhur. Shumë vjet më pas, Artan Hoxha, një prej gazetarëve të Kronikës, më solli një letër. Është një letër e shkruar me dorë. Është kjo letër në fakt që ju po e shihni. Është një letër shkruar nga nëna e Arsen Gjinit shumë kohë më pas, përpara se sa edhe ajo të ndronte jetë. A e dini çfarë thot ajo në këtë letër? Do dua t'ju e lexoj sepse është prekse. Unë e nënshkruara Marika Gjini, nëna e dëshmorit Arsen Llazi Gjini, me ndihmën e vajzës time Blerina, duam të përshkruajmë ngjarjen e djalit ton 17 vjeçar. Djalë i parritur ende, që dha jetën në krye të detyrës për lirinë e atë dheut. Në pikën kufitare të peshkëpit i Gjirokastrës, djali jon nuk ishte në një moshë të përshtatshme për të kryer shërbimin ushtarak. Arsenit 17 vjeç i erdhi fletëthirrja për ushtri. Ne, si prindër të tij, nuk ishim dakord që të shkonte. Djali ushtar në atë moshë aq të vogël. Por Arseni tha, për ta bërë kam, si tani, si më vonë, o babi. Arseni, 27 shkurt të vitit 1994, u nis për të kryer shërbimin ushtarak në peshkëpit të Gjirokastrës. Më 22 mars të vitit 1994, të dy si prindër shkuam të takonim djalin ton Arsenin. Kur vajtëm në repart, takuam një shokun e Arsenit, që ishte në shërbim te porta. Dhe e pyetëm për Arsenin se ku ndodhej për momentin. Ai tha që është në stërvitje me shokët. Po shkoj t'i thras unë, duke ikur për thirrur Arsenin. Ai po e tërhiqte armën zvarr. Pasi lajmëroi, i pash të dy që po vinin me armët thuajse të lëshuara për tokë që i tërhiqnin zvarr. U thash, pse i zvarrisni ashtu armët? Mund të ndodhë ndonjë shkrepje e padashur. Por Arseni më tha, mor babi, se mos ka fishek kjo. Shoku Arsenit tha, çe duam ta mbajmë në krah kod xhaxhi. Ajo është pa fishek, se kështu po e kryjmë shërbimin ushtarak ne. Pasi u çmallëm me djalin, i tham, me që raparti nuk pas ka fishek, ne do të marrim në shtëpi. A i tha, jo babi. Jo babi, se për 15 ditë do të lëvizim nga ky repart për një repart tjetër, ushtarak. Kishin vendosur që disa ditë më parë të shkonim e të takonim, por ajo u kthyem në shtëpi më herët. Ishte data 10 prill. Kur trupi i tij pa jetë ma sollën në shtëpi, më thanë se e kishin shpallur dëshmor të rënë kufi. Plumbi e kishe goditur në shpatull dhe i kishe dalë një gjoks. O hezeza unë për djalin, qysh ma duroj atë plumb që ma mori, si u ndodha do të pranë kur po jepte shpirt. Si u ndodh nëna pranë në minutët e fundit të jetës. Mos ishte tharë buza për një pikë uji t'ja njomja. Nëna me lotët e mi do t'ja njomte, se e kam rritur me shumë halle të mdha, e me shumë fukarallëk në një shtëpi përdhese me balt. 2 vjet para se i kthikte djali ushtar, u zum një ndërtesë tjetër në Korç, aty që binte shi jashtë, binte brenda pa dyere pa dritare, aty ku kaluam gjithë dhimbjen e hidhur të djalit ton, që ishte fëmia jon i parë e që na u prek krau i jon i djathtë. Aty ku në atë ndërtesë jetoj dhe sot në kushte të vështira dhe e vetme në shtëpi, se edhe bashkëshorti im Llazi ka 3 vetë që është ndarë nga jeta me një smundje të keqe, e stresuar nga hidhrimi i djalit, kurse unë nëna e tij vuaj nga një hemoragji cerebrale në kokë që kalova këtë vit e s'kam mundësi të marr as ilaçet. Jetoj me 50.000 lekë të vjetra në muaj që s'më dalin as për ilaçet, dhe këto i mora nga shpërblimi i dëshmorit të atë dheut. Është e tmerrshme në fakt, sepse ajo vazhdon më pas të thotë. Në vitin 2001 Arsenin e shpallën dëshmorët atë dheut me status. Ku shkuan 8 vitet më parë, përse qeveria nuk na ka ndihmuar me asnjë ndihmë financiare, e vijon. Ndërkohë, më pas ajo thot edhe fjalët e saj të fundit. Është e tmerrshme. Ndërkohë, mendoj se nëse do të kishte një infermier në pikën tonë kufitare, ata mbase do të shpëtonin. Ndërkohë që edhe ne mund të mbanim jetën tonë, nëse armët tona do të kishin fishek, tregon Ardian Velmishi, një prej ushtarëve që u plagos në kufi natën e 10 prillit 1994.
Ai e kujton Arsenin si i djalë të sjellshëm me të shkathët dhe shumë i dashur me shokët, e komandantin, që i mori i pari plumbin në përpjekje në kufi. Ai thot se forcat greke që sulmuan repartin ushtarak në Peshkëpi ishin forca komando të financuara nga organizata Mavi. Sipas tij, një prej ushtarëve që ishte nga Gjirokastra e ka fiksuar njeriu që u foli shqip gjatë sulmit. Sipas dëshmisë që shoku i vet i ka dhënë Adrianit, ky person kishte bërë ushtrinë në të njëjtën pikë kufitare. Kjo letra e një nëne që humbi djalin në moshën 17 vjeçare. Sot, 31 vite më pas, Arseni do të ishte 48 vjeçar. Ai do të ishte në këtë jetë, ndoshta do të kishte ndihmuar nënës tij, që s'ka para për të jetuar. Por ai nuk mundi. Nuk mundi, sepse plumbi e morin shpatull dhe i doli një gjoks në kufi në një prej sulmeve më absurde, më të tmerrshme, më të turpshme që Shqipërisë i ka ardhur nga territori grek, nga një organizatë paramilitare greke, dhe natyrisht ai sot nuk jeton më. Ai sot është dëshmorja e dheut, por kjo ngjarje do jetë shumë e vështirë për t'u harruar për të gjithë ne.